Jemi këtu me zonjën Nazejani, e cila sapo ka marrë vizën, kemi pasaport ka direkt nga ambasada italiane në oborrin e zyrës sonë, edhe besoj që është e lumtur. Shumë e lumtur. Naza do na shpjegosh pak në Itali. Kam disa vite, rreth 10 vjet që jam në Itali. Herë dytë që aplikoj në senatorja. Ke aplikuar me senatorjen e kohës pandemisë vitit 2020? Jo. Nuk aplikove pse? Nuk isha në Shqipëri. Ndodhen në Shqipëri në ato kohë. Kur në çfarë viti ke aplikuar herën tjetër që s'ka dalë në Laosta? Një vit para? Para një viti? Para një vit. Dhe kjo është hera e dytë? Kjo është hera e dytë. Është hera e dytë që i doli në Laosta dhe njoftoi vazhdoi me procedura dhe mori vizën kokën 7 ditë. Sot 7 ditë je vutur në ambasadë me dokumentat e kopësitura. Dokumentat nuk ishin kaq të vështira. Herë parë që në një ambasadë. Patë Me udhëzimet që më veti. Po. Do më duk se goja shpitime. Po, sollën mirë ata aty. Më bon pyetjen pyetën me çfarë do të edhe vetëm aty gjithë. Pra ishte një gjë e thjeshtë. Edhe ato dokumentat i mblodhën në atë kohë, thjesht ishin. Plotësuan formularin, bëm gati disa dokumenta që normalisht do t'i sqarojmë çdo person që është interesuar duke ardhur në zyrë dhe e more vizën. Vizas nuk e pash, të drejtë nuk e pash sa pa gjatë është. Fiks një vit, me datë 21/5/2025, shumë mirë, dhe një vit. Tani më the që do kthehesh nesër në Itali. Ke pre biletën. Po, ki parasysh, brenda 48 orëve të bësh ospitalitan, ku të qëndrosh, dhe brenda 8 ditëve pune, për jashtë të shtu në diel, do të bësh kontrato di soggiorno, pra kontratën kontrato di soggiorno ose kontrato di lavoro do ta bësh me punëdhënës, ku do rrish, do punosh që bëhet të sportello unico di emigrazione në prefekturë, bashkë me pronarin, datore di lavoro, pra me punëdhënës, se s'është termi dur kjo bashkë me pronarin, do paraqitesh me të sportelli unico di emigrazione. Më tregove në foto në fakt që të kishte ardhur punëdhënësit tënd, i kishte ardhur një letër me datë 19 para 2 ditësh, që të konfirmonte nëse do ishte do nga në Laosta, apo do ta vazhdonte marrëdhënien e punës me ty dhe kishte konfirmuar me datë 20, një ditë më pas. Dhe kjo letra po ju shkon gjithëve nga sportelli unik i emigracionit, ka përfituar apo ju shkon gjithë në banë. Mirë, pastaj do vazhdosh punën, po të njëjti punëdhënës, aty i ndjesh rahat? Jo, ndjen goxha mirë, kam shkuar, kam parë, kam formë. Më thë që ke punuar një 4 vjet në San Marino. Si është ndryshimi San Marino me Itali? Pëlqen shumë Italia, po për dokumentat me vizitat mjekësore, për këtë. San Marino po shkosh të vizitosh, do ta japin asnjë. Asnjë gjë. Do ta japin në shëndrime, se po nuk ke kulturë. Nuk ke. Do të kesh një problem shumë të sot. Mos ka qenë disa zone nuk e qëndrim. Ka vite. Italia është shumë e mirë, pak me sa kam dëgjuar me shoqin që punojnë në Itali, kam bërë vizita, kam bërë kontroll. Janë të kënaqur. Pra ligji dekreti flukse migrator i lejon që të gjithë që të marrin kur ju del në Laos, jo të gjithë të jenë me fat, sepse raporti është 1/5, 1/6. Pra një fiton që e dhjetë dhe ja ke marrë fatin 4 vete. Është fati jote. Në këtë moshi ka. Është fati jote që ja ke marrë askujt. Unë jam mosh për pension. Kjo është, çuni po na filmon, çuni nazës dhe po qesh me neve, se do çfarë po flasin këta. Tani do bëjmë një bisedë shumë të lirshme, shumë spontane. Kaq ishte. Kaq, do ta shihta.